Allahu është me ata që ka lutën. Allahu nuk me mendim llojt. Allahu nuk është me ata të cilët nuk i bëjnë dua Zotit madh te bareke ve teala. Zoti mas shumë ti do ata që ka lutën. Du të me lutë Allahu subhanahu wa taala. Sa kemi na nevojë me lutë Zotin e madh te bareke ve teala. Vetë shëndetin që e gëzojmë. Sa kushton këtë ndërum xhamat? I shohim njerëzit kur pion ngatrohet shëndeti. Pe shohim sa parë po lipën për me shnosh. Edhe ata pikpyetje. Na duhen 300.000, na duhen 500.000. Apo edhe në fund thot pacienti shkoj. A ti pa parë? Apo një veshk, një intervenim zemër, una Zot, intervenim mushkëri, një intervenim gjak, një intervenim në pjesë të organeve ndryshme të trupit, kushton ndoshta me 1.000 dhe 100.000 euro. Edhe ata pikpyetje e madhe të doktori ndër Zotit. Dërsa ti qohesh, e vjen, e lëviz, e ha, e pi, kur gjon s'pagun. Kjo kushton të dërum xhamat. Bandohet Allahu subhanahu wa taala të ta ruajë Zoti i madh te bareke ve teala.